13 vite, karrierë me kaligrafin, çfarë përmbajnë këto 13 vite? Çfarë kemi pasur brenda këto 13 viteve? Besoj punë, projekte, prezantime të ndryshme. Edhe dua di pak edhe mbi stilin, se si dua përshkruaje stilin tënd, se pak a shumë artisti ndoshta fillon me diçka, por duke punuar edhe e gjen veten në përgjithësi, e krijon atë imazhin e vet si artist. 13 vite, domethënë ato vitet e para ishin, si me thonë, me një farë forme eksplorim të jo me këshirë me kriju stil, po ka qenë gjithçka për të mësu, për me marrë informacione, se unë e shembull nuk kam shku as në kurse apo shkolla, ose me studiu, shembull dizajn grafik, e pastaj me kaligrafin. Po gjithçka vetë. Më thënë një komplet autodidakt. Po. Ato vitet e para në atë formë kanë qenë si vetë studim, s'po di që me thonë. Pastaj kaligrafia është interesant që mundet duhet, është një rregull që mundesh më mësu edhe të kopju. Fillimet e para kanë qenë, jam mundu shembull mi pase çka kanë bën artistat, që domethënë më të mëdhaj, edhe të e pa punën e tyre, tu mundu me bën si ata, domethënë ato fillimet e para. Pastaj e faza pas kësajna, tu dash me bën diçka pi vetës. E pastaj aty ka fillu gjithçka ku unë kam nis me tentu me kriju diçka, domethënë autentike, domethënë temën.